16 shtator, banketi final I shpirtit. Për një gjë ju luta Zotit dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e Tij. Psalmi 27:4. Perëndia nuk tregohet I pandjeshëm ndaj dëshirës zemërthyer të shpirtit. Ai vjen dhe ngre barrën e mëkatit dhe mbush zemrën tonë me ngazëllim dhe mirënjohje. Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle, ma ke hequr grathoren dhe më ke mbushur me gëzim, me qëllim që shpirti im të mund të këndoj lavdi pa pushim. O Zot, Perëndia im, unë do të kremtoj për jetë. Psalmi 30:11-12. Por gëzimi ynë nuk gjallërohet vetëm kur vështrojmë pas me mirënjohje. Ai gjallërohet edhe kur vështrojmë përpara me shpresë. Pse ligështohesh, o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende për çlirimin e pranisë së Tij. Psalmi 42:5-6. Unë pres Zotin, shpirti im e pret, unë kam shpresë në fjalën e Tij. Psalmi 130:5. Në fund të fundit, zemra nuk digjet për ndonjë nga dhuratat e mira të Perëndisë, por për vetë Perëndin. Ta shohësh e ta njohësh atë. Është gostia përfundimtare e shpirtit. Nuk ka kërkim më të lartë se ky. Fjalët nuk mund ta përshkruajnë dot. Këtë e quajmë kënaqësi, gëzim, ëndje. Por këto janë tregues të dobët për atë përjetim të patregueshëm. Për një gjë ju luta Zotit dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e Tij. Psalmi 27:4. Ka plot gëzim në praninë tënde, në të djathtën tënde, ka kënaqësi në përjetësi. Psalmi 16:11. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin. Psalmi 37:4.